Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 11, vargje 33. Le të lexojmë bashkë nga fjala e Zotit. Dhe asnjëri nuk ndez një llampë, nuk e vën në një vend fsheht, as nën babun, por mbi dritmbajtëset, që të shohin dritën ata që hyjnë. Llampa e trupit është syri, nëse pra syri yt është i pastër, gjithë trupi yt është i ndriçuar. Por nëse syri yt është i ligë dhe trupi yt është i errët, prandaj trego kujdes që drita që është në ty të mos jetë terr. Nëse pra gjithë trupi yt është dritë, po asnjë pjesë errët, do të jetë plotësisht dritë, siç ndodh kur llampa të ndriçon me rrezatimin e saj. Kjo është fjala e Zotit për ne sot. Le ta mirëpresim atë si tillë në zemrat tona. Vlla, mund të ulesh pak zonin, sa shumë lart, se bërtason. Tema për sot është çështja e shikimit. Çështja e shikimit, apo të parit, të dalluarit, të kuptuarit e Jezusit, apo provave ndriçuese që na jep për të vërtetën e tij. Shumë herë jam me njerëz, me besimtar patjetër, dhe i shpjegoj atyre diçka. Por ajo se kupton, nuk e dallon. Dhe unë them, po si ka mundësi që nuk e shef? Është e thjeshtë, është aty, si nuk e shef, si nuk e kupton, si nuk e dallon, si nuk është e dukshme, është shumë e qartë. Shikimi dhe ndriçimi, pra këto ndriçimi syri, ndriçimi këtu, shikimi, pra drita, ka të bëjë këtu me kuptimin. Ose nga herë për shkak njerëzit ti mund të lexosh gabim në disa situata, pra ti mund të kujdesesh të bësh një gjë për mirë, për dikën, dhe shikohet apo nuk kuptohet, pra shikohet si gabim, nuk kuptohet mirë, ose mund të bësh një gjë gabim dhe kuptohet për mirë, kuptohet si gjë e mirë. Që një njeri të bindet për diçka, duhet të ketë prova, duhet të ketë shenja të disponueshme. Por kjo nuk është gjithçka. Drita e kësaj prove, pra që mund të na paraqitet, që mund ta kërkojmë, duhet të perceptohet, duhet dallohet, duhet njihet nga ne, në mënyrë që të na ndriçojë, në mënyrë që të na bëjë kuptim. Kjo dritë pra. Duhet kemi aftësi shikimi të dritës, apo për provave, aftësi perceptimit saj. Dhe këtë aftësi perceptimi, këtë aftësi kuptimi, këtë aftësi shikimi, ndriçimi, Jezusi e quan syri i trupit. Syri i trupit, apo drita e trupit, vjen nga ky sy, që dallon, që percepton, që shikon, dhe e krahason këtë syrin, këtë ndriçim e krahason me syrin, pra e krahason me llampën, apo kandilin në një shtëpi, që ndriçon, apo një dhomë që ndriçon dhomën, ashtu siç syri na ndriçon ne dhomën apo shpirtin brendshmën ton, syrin e brendshmën tonin. Këtu pra, drita e trupit është një metaforë, kjo drita e trupit është një metaforë për kuptimin apo për perceptimin. Dhe Luka jo kot e vendos këtu për të përmbyllur dhe për të përmbushur këtë pjesë shumë të bukur të shkrimit që kemi pa. Pra drita është kuptimi, shikimi ynë, i kësaj drite shikimi, dallimi i kësaj drite është besimi. Mani ne kemi filluar duke predikuar këtë pjesë në vargun 14 që lidhet pra përmbyllja e kësaj pjese, ku fillon kjo pjesë është diku aty tek vargu 14, kur Jezusi dëbon një demon, një person që ishte me mec, dhe e dëbon demonin. Djalli e kishte lidhur, pra gjuhën edhe personin, dhe e kishte lënë një shpirt burgosur. Sepse një person që nuk mund, shpirti është me trupi, por që nuk mund të shfaqet, nuk mund të tregojë, nuk të flasë, është si një person i mbyllur, kemi thënë, si i burgosur me trupin e tij, në errësirë totale të komunikimit. Edhe Jezusi vjen dhe zill gjuhën e tij, e bën të lirë, e çliron. Dhe jo vetëm e bën për të dëgjuar, shumë me mecin dhe për folën shurdhin, por gjithashtu i jep ndriçim dhe dritë jetës tij.
Dhe krerët fetar, njerëzit turma atje kërkojnë një shenjë, edhe kemi folur pastaj diskutimin që ban Jezusi për të mbrojtur, ata e akuzojnë Jezusin që ai bën mrekullit me fuqinë e Belzebubit, djallit. Dhe ata pra ja atribojnë çlirimin hyjnor djallit. Pra dritën dhe çlirimin hyjnor që është përpara tyre, ata i thojnë errësirë. I thojnë errësirë. Dhe birit Perëndis që ka me këtë fuqi hyjnore, të bën djallin dhe e bën këtë njeri të lirë, i thojnë që je djall. Ata thojnë, na bën një shenjë. Mrapa keni pa aty, thotë na jep një shenjë nga qielli. Dhe nuk e dallojnë dhe nuk e shikojnë që ai sapo ju ka bërë atyre një shenjë në tokë përpara syve të tyre. Dhe këta nuk e dallojnë, nuk e shikojnë, nuk e kuptojnë. Nuk e kanë asin shikues për shikuar që ky që është përpara tyre është biri i Perëndis, është hyjni vet. Ndryshe nga një grua, bineri në vargjet 27 dhe 28, ndryshe nga një grua, nga turma, që kur pa këtë mrekulli, por edhe mënyrën se si e shpjegon Jezusi, argumenton logjikën e mbrojtërisë. Ajo thret në adhurim duke thënë, lum barku që të barti e gjinj që të mendën. Ata kërkojnë një shenjë tjetër. Na ndriço. Na jep më shumë dritë, sepse nuk jemi të ndriçuar mirë. Kur kanë dritë gjithandej. Po ata nuk shohin, sepse janë të ligjë, sepse thot, pra Jezusi pastaj flet për atë shenjë jonë, thot ky brezilik kërkon një shenjë. Por nuk do të jepet atyre një shenjë përveç shenjës së profetit Jona dhe të mbretëreshës Shebës, që kishin shumë më pak prova se ky brez edhe besuan. Gjoni 3:19 na e tregon arsyen. Thot gjyqi është ky. Gjyqi është ky, drita e erdhi në botë. Dhe njerëzit deshin errësirën me tepër se dritën. Pse? Sepse veprat e tyre ishin të mbrapsha apo të liga, thot Gjoni. Pra Luka këtu dritën dhe të pasurit dritë e ka për të kuptuarit të njohurit perceptuarit. Tani në një varg tjetër tek Luka 8:16, ai thot ka ashtu një varg i ngjashëm, thot askush pra kur ndes një llampë nuk e mbulon me një enë apo e fut në shtrat apo nuk e vend në babun në mbajtjen e vet, që ata që të hyjnë të shohin dritën. Janë dy vargje si të ngjashme, por kontekstet janë ndryshme dhe Jezusi po thot dy gjëra të ndryshme. Në pjesën e parë dhe tek Marku, tek Ungjilli tjetër tek Marku, këtu llampa dhe drita, këtu ka fjalën për shkëlqimin që ne bëjmë, pra ka për dishepujt që janë të krishterë, që ndriçojnë, shkëlqejnë, duhet të ndriçojnë për të tjerë, që kur të vinë të tjerë të na shohin ne, duhet të shohin dritën e Jezusit në ne, dhe të ndriçohen dhe ata të kuptojnë. Kjo është kuptimi, ndriçimi, pra që ne duhet reflektojmë tek të tjerët si krishterë. Kurse këtu e ka fjalën metafora këtu për ndriçimin, nuk është që ne të ndriçojmë për të tjerët, por ne të shohim që ndriçimi i veprave, i provave që Jezusi bën, të hyjnë të ndriçojnë zemrën tonë apo syrin tonë të brendshëm, shpirtin tonë. Në vargun e parë kam qejf të shohim pak e të kuptojmë pak prezencën, realitetin e dritës. Jezusi thot askush nuk e ndez një lampë apo një kandil, ai që e ndez nuk e vën nën babun, nuk e fsheh, por e vën mbi dritë mbajtsen, që të shohin dritën që ata që hyjnë. Zbulesa ati është e qartë. Drita dhe provat e saj janë përpara tyre, përpara nesh. Ata kishin dritë dhe prova më shumë se sa Ninivasit, që u penduan vetëm prej predikimit Jonës. Mani men, profeti Jona as nuk donte të shkonte në Nivi, u arratis prej Perëndis, u mërzit në Perëndin dhe kur i mëshiroi, edhe mendoj që predikimi ka qenë shumë i thatë dhe i cekët se Jona ju rrente ata Ninivasit. Edhe vetëm thjesht tha pendoheni. Shkur, nuk e u mushin mendin me prova, me shpjegimet bukur, dhe ata penduan gjithë me thesë me hi. Mbretëresha Shebes vetëm kishte dëgjuar për Solomonin, prej largu për urtësinë e tij dhe udhtoi dhe erdhi për ta takuar Solomonin dhe Jezusi thot, këtu është një më i madh se Jona që predikoi për Nisdamon, këtu është një më i madh se sa Solomoni dhe ju keni prova shumë më të mjaftueshme
dhe ju nuk besoni atë ditë, ata do jenë dëshmitarë në gjyqin përpara jush, ata do të ringjallën. Hebrejt dhe drejtuesit e kohës e pan Jezusin fizikisht. Jo vetëm si mbretëresha Shepe si kishte dëgjuar prej largu për Solomonin, e pan Jezusin fizikisht, e dëgjuan zërin e tij ndërsa i predikonte dhe fliste, e pan me sytë e tyre mrekullinë që ai bani. Edhe shumë mrekulli jo vetëm këtë. Dhe prap i mbyllen sytë e brendshëm, dhe pse sytë e jashtëm shikojnë e dëshmojnë për ta. Dhe në fakt sytë e jashtme që i shikojnë mrekullitë janë dëshmi kundër vetë tyre. Kundër vetë tyre. Një vajzë e vogël ishte ulur në kish me nanën e saj, ishte ulur në kish, shkuan në kish të premten e mirë të Pashkës, pra kur kryqëzohet Jezusi. Edhe atje në kish u lexua historia e ditëve të fundit, historia e tradhtisë, si Jezusi u tradhtua nga Juda Iskarioti. U tregua aty arrestimi i tij, putja e Judës, arrestimi i tij u lexua mohimi i Pjetrit. U lexua kurora me gjemba që vendos Jezusit, rrahja e tij me kamxhik, me ushtarët romak, edhe pastaj dëgjoi fjalët, atje ata e kryqëzuan. Dhe vajza filloi të qaj dhe duke strukur fytyrën e saj në prerën e samës. Zëri i saj që me dënesë, pra din që qajnë fëmijët e bajnë, edhe fillojnë duke gjë, zëri i saj me dënesë mund të dëgjojë në gjithë sallën e kishës. Dhe fjalët që ai e thoshte me dënesë, pse e bën? Pse e bën? Ajo reagoi, ajo vajzë e vogël reagoi ndaj dritës fjalës Zotit, vetëm duke lexuar fjalën e Zotit. Reagoi ndaj dritës Zotit, ndërsa shumë të tjerë që ndoshta që ishin në atë kish, shumë të vjetër, për 30 vjet, për 50 vjet, ndoshta me 10 herë kishin dëgjuar këtë histori, nuk reaguan fare. Këta hebrejnë kishin parë jo një herë, por shumë herë, e kishin dëgjuar shumë herë, por shpesh ndodh shumë dashur e dëgjoni këtë se mund të jesh ti një nga ata apo unë një nga ata, shpesh mund dëgjosh shumë e mund shohesh shumë e kjo s'do të thotë se shem me të vërtetë. Nganjëherë ndodh e kundërta. Ka inflacion fjala duke dëgjuar shumë, mos e kam dëgjuar më vetë 100 herë, më e morëm vesh ka vdekje Jezusi dhe ringjall. Edhe shpesh mund të kthehet të vish në kishë dhe të lexosh fjalën apo të dëgjosh fjalën e Perëndisë, mos shpresoj mos të jesh sot e njëjta gjë me ty. Edhe mund duket sikur je duke lexuar në fund gazetës lajmërimin për motin nesër apo reklamat që ajo tregon në fund faqes. Ata e kishin aty. E pan. Por kemi një problem, problemi i shikimit. Problemi është syri. Ai është llampa, sepse ai na çon dritën, pra e çon dritën ose e ndriçon trupin. Pra jep çfarë sheh. Ai nuk është drita, syri nuk është drita. Drita është jashtë, drita është aty. Por syri e shef dritën edhe ja çon informacionin, pra e përçon dritën, e ndriçon trupin. Pra syri jashtë mi çon kuptim, i çon ndriçim syrit apo zemrës tonë, apo mendjes tonë, apo shpirtit tonë, qenjes tonë. Pra nëse syri reagon, trupi ndriçohet. Por dështimi i syrit, pra i të parit të vërtetës, apo i provave të dritës që është përpara nesh, ndikon gjithçka jemi, gjithçka bëjmë ne. Pra nëse syri jëtë është i pastër, thot Jezusi vjen aty fjala, po syri sot është i pastër. Në origjinal kuptimi i kësaj fjale pastër është syri është i thjeshtë. Syri është origjinal, është i drejtë, është i kthjellët, është i thjeshtë, nuk është i ndërlikuar, nuk do të pas gjithçka, pak anai hallakatër. Syri është i thjeshtë, është i kthjellët, është i përqendruar, është i drejtë. Krejt qenia jote është ndriçuar, është e kthjellët, është i pastër. Por nëse syri jot është i ndërlikuar, por nuk është i thjeshtë, por ai hallakati i ndërlikuar nuk është i kthjellët, është i ligë, është i papastër. Nuk sheh çfarë duhet, atëherë gjithë trupi mbetet në errësirë. Sepse s'ka perceptim. Sepse je i mbushur me vetdrejtësi.
Kur ne kemi qef të shohim gjërat me vetë drejtësi dhe mënyrën tonë dhe të hallakatur, ne ngelimi dhe i lajmë veten në errësirë. Mos eja te e vërteta e Zotit me motive të komplikuara dhe paragjykime të fshehta, por me thjeshtësi dhe me sy të kuptuarit, të ndershëm që reagon ndaj dritës provës që Perëndia na ka vendosur përpara nesh. Nëse syri shpirtëror është i thjeshtë, është i kthjellët, i vetëm, i hapur, i pa komplikuar nga mëkati dhe motivet pa ndershme, ai do ta rrok dritën e Jezusit që shkëlqen mbi të, dhe qenia jote në e mbrëmshme me njëherë do të ndriçohet, dhe gjithë qenia jonë do të ndriçohet. Kjo është arsyeja. Me të njëjtën dritë dhe të njëjtat prova kanë gjithë përpara, por kjo është në arsyeja e syrit të thjesht apo syrit komplimuar, syrit pastër apo syrit lig, që disa aty u mahnitën me Jezusin, e përkundrejt disa tjerë ngurtësuan zemrën, me të njëjtën mrekulli, me të njëjtën shenjë, me të njëjtën ndriçim. E pastaj Jezusi na thot një paralajmërim. Kujdesi që duhet kemi ndaj dritës. 35, kujdesi që duhet kemi ndaj dritës, ndaj provave të vërtetës. Jezusi thot, aq shumë rëndësi ka syri apo perceptimi apo kuptimi i të vërtetës që është përpara teje, ndaj pra thot, keni kujdes. Keni kujdes. Ju lutem keni kujdes që shikoni. Ju lutem keni kujdes që shikoni. Me qenë se gjithë jeta jonë varet nga nëse shikojmë mirë apo drejt apo keq apo gabuar, atëherë njeriu duhet ketë kujdes. Duhet ketë kujdes që drita, pra kur këtë flas për kuptimi ndaj së vërtetës, mund të jetë i gabuar. Kesh kujdes nëse ke kuptimin apo shikimin apo ndriçimin e gabuar. Pse? Sepse rezultati vjen sepse rezultati pastaj është që i gjithë trupi, nga shikimi, nga kuptimi, nga e vërtetë, nga perceptimi i së vërtetës, i gjithë trupi, i gjithë jeta është në terr. Dhe kjo është katastrofa përfundimtare. Kjo është katastrofa përfundimtare. E shumë dashur, kjo është pyetja për ne sot. Shiko, kupto, a je në dritë? Sepse s'ka gjë më të keqe, ngjoj këtë, sepse s'ka gjë më të keqe se të jesh në errësirë dhe të mendosh se je në dritë. Të kesh një zemër të ngurtë, që je në errësirë, por mendon ose e gënjen veten që je në dritë. Kjo është fatale në kuptimin fundor. Ndaj pyete veten me sinqeritet. Mos është drita brenda teje me të vërtetë errësirë? Duhet bësh çdo përpjekje për të siguruar që nuk është e tillë, por që është dritë. Nëse do të shohësh, dhe kjo ka të bëjë me çfarë duam më shumë se sa me çfarë mundemi. Çfarë duam, na bën pastaj edhe me çfarë mund. Nëse do të shohësh dritën, ti mund ta shohësh, është aty. Ata nuk e shohin sepse s'mund ta shohin. Se s'kan provuar, ashtu nuk duan ta shohin. Nuk duan ta shohin. Nuk mund të shikosh diçka që nuk don ta shohësh. Kurse si? Kush do ta shoh, nuk do ta shoh. Marr guximin të bëj një interpretim të çuditshëm, një lidhje, në fakt e kam pasur në mendje kur e kam lexuar këtë pasazh, e kam pas mendje më një herë këtë pasazh që do shoh, këtë lidhje me ungjillin e Gjonit. Dhe isha duke shpresuar shumë që komentarët dhe burrat më të mençëm son do ta lidhin në të njëjtën gjë, asnjë nuk prej tyre nuk ka lidh, kështu që ose janë krejt gabim ata, ose janë krejt gabim unë. Unë mendoj që e kam rregull. Ose është fjala e Zotit, po jo kështu, por ka lidhje me këtë, mendoj unë shumë, sepse Jezusi në kapitullin 9 të Gjonit, takohet me një të verbër, shëron një të verbër që kishte lindur i verbër. Kapitulli është i gjatë,
Aja shëron të lindurin verbër, vinë farisejnë dhe kretë fetarë dhe akuzojnë Jezusin, marrin pyetje prindit e tij, e tallin dhe e shohin këtë, etj. Por vini re vargun 35, për me lidh me këtë që më thanë që pse shef nuk do të thotë që shef me të vërtetë, sepse nuk dën të shohësh. Jezusi e mori vesh që e nxorrën jashtë pra të verbin dhe kur e gjeti i tha: "A beson ti në birin e Perëndisë?" Si thot ti që ka qenë i verbër, ka lind i verbër. Ai përgjigjet dhe i tha: "Kush është Zot që unë mund të besoj në të? Ma trego kush është." Dhe Jezusi i tha: "Edhe e ke parë, edhe ai që po të flet me ty është ai." Atëherë i tha: "Unë besoj Zot." Dhe adhuroi Jezusin. Pastaj Jezusi tha: "Unë kam ardhur në këtë botë për të bërë një gjyq. Kam ardhur me bërë një gjyq. Gjyq do të thonë me dallu, me vendos kush është drejt dhe kush është gabim, me bë dallimin, me do delet nga cep. Kam ardhur me bërë një gjyq. Që ata që nuk shohin, vini re. Ata që nuk shohin, e ata që shohin të verbohen." Çfarë do të thonë kjo? E shpjegon më poshtë. Dhe disa nga farisejtë e kuptuan, ishin të mençëm shumë. Pra do të thonë ata që s'kan shikuar ky i verbër që ka lind i verbër, jo vetëm që e hapa fizikisht, por e pa dhe Krishtin dhe besoi dhe adhuroi. Këta që kanë lindur me sy në ballë, janë edhe më të mëshëm dhe janë profesorë akademik, dhe e shohin Jezusin dhe ngjojnë dhe shohin përpara, këta nuk e besojnë, këta nuk e shikojnë, këta nuk e dallojnë. Dhe disa nga farisejtë që ishin me të i dëgjuan këto dhe i thanë: "Jemi të verbër edhe ne, po flet me ne, po na thu, po na shuan ne të verbër." Vini përgjigjen geniale të Jezu Krishtit. Jezusi ju tha atyre: "Po ti ishit verbër, nuk do të kishit mëkat. Ne pa keni verbër se ky kishi kërkuar mëshirë, ju kisha falë mëkatet, ju kisha hap syt, më kishi besuar më një herë. Por tani thoni, ne e shohim, po me si thoni ne e shohim, ne më të mëshëm ne e kuptojmë vetë, s'kemi nevojë ne i hap syt, prandaj mëkati juaj mbeten, keni ngel në errësirë. Keni ngel në errësirë. Sepse ka marrë me bën një gjyq. Në fakt kjo është ajo që në mënyrë të natyrshme, ne e dimë që në mënyrë të natyrshme jemi të verbuar prej mëkatit. Në mënyrë të natyrshme shpirtërisht ne gjithë jemi të verbuar. Apostulli Paul dhe e kemi predikuar këtë te 2 Korintasit 4:3-6 thotë: "Dhe nëse ungjilli ynë është ende i mbuluar, është i mbuluar për ata që humbin. Ungjilli është predikuar, po është i mbuluar vetëm për ata që humbin, që s'dojnë me pas, që janë të verbuar prej të ligut. Të cilëve thotë, tyre që janë të humbur, këtyre që s'dojnë besojnë, të cilëve perëndia e kësaj bote, djalli, perëndia e kësaj bote u averboi mendimet e atyre që nuk besojnë, që drita e ungjillit, që e lavdis Krishtit, që është në shëmbullim perëndis, drita që është në Krishtin, që është shëmbullimi i perëndis, të mos ndriçojë tek ata. Sepse nuk shpallin veten tonë për Krishtin Jezus, Zotin, ndërsa veten tonë shërptor tuaj Krishtin, sepse perëndia që tha, vini re tani. Djalli në mënyrë natyrshme, djallin e ka verbuar syt, nuk mund ta shohim, nuk mund ta kuptojmë, nuk mund ta dallojmë perëndin dhe Krishtin, që në shëmbullimin e perëndisë, por perëndia, sepse perëndia që tha, ditën e parë, në fillim botës, le të ndriçoj drita në errësirë, është i njëjti që ndrit në zemrat tona, për të na ndriçuar në njohurinë e lavdisë perëndisë, për të parë lavdinë e perëndisë. Ku me e pa lavdinë e perëndisë? Vini re, në fytyrën e Jezu Krishtit. Na ka ndriçuar perëndia ne me e pa lavdinë e tij. Ku me e pa? Kthe shikon në fytyrën e Jezu Krishtit. Ku shikon Jezu Krishtin? Dhe sfundi, vlera e shikimit, rezultati, bekimi i shikimit duhur. Nëse kjo dritë e ka ndriçuar trupin, dhe gjithë trupi, qenia jote, mendja, zemra, shpirti yt janë ndriçuar prej perëndisë, atëherë s'ka pjesë të errët, apo nuk është, por nëse nuk është ndriçuar prej perëndisë, atëherë do të jetë gjithë qenia jote në errësirë. Pra nëse e ka ndriçuar, gjithë qenia jote është në dritë. Nëse nuk është ndriçuar, atëherë do të jetë plotësisht errësirë, ose është plotësisht dritë, ose plotësisht errësirë. Siç ndodh kur ndezim llampën apo kandilin, thot vargu, e ndriçon gjithë dhomën me shkëlqimin dhe me rrezatimin e saj.
Kur dikush kthehet te Perëndia, ndriçohet prej tij së pari, ndriçohet prej Perëndis dhe i gjithë trupi, i gjithë qenia e tij ndriçohet dhe merr kuptim, thotë, "Oh, Jezus Krisht." Jonathan Edwards në një nga shkrimet e tij do ta preferozoj, thotë, po lexoja Biblën, po lexoja, pastaj thotë, e gjithë u ndriçua, e gjithë mori kuptim, e gjithë u lidh, e pash Krishtin, e pash kuptimin e gjithçkaje. Kur na ndriçon shpirti i shenjtë, kur Perëndia ndriçon ne, gjithë qenia jote ndriçohet dhe e shohim Krishtin aty ka qenë, mrekullitë aty aty kanë qenë, shpëtimi aty ka qenë. Kur tash merr kuptim për ne, bëhet e dashur për ne, e pëlqyeshme, e mirë për ne. Nga një verbëri, nga një terr i plot, kthehemi në një dritë, në një ndriçim të plotës, gjithë qenia jonë ndriçon. Një Pjetri 2:9 thot, por ju jeni një fis i zgjelur, mos shkoni atje u lexojmë. Por ju jeni një fis i zgjelur, prishtëri mbretërore, komb i shenjtë, popull i fituar nga Perëndia, vini popull i fituar, na fituan Perëndia, që të shpallim lavdinë e tij, që ju thirrri, vini nga terri, na ka thirrur nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Na ka thirrur nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Dy Pjetrit 1:9, sepse ai që nuk i ka këto gjëra, si ka pranë këtë ndryshim, se kupton, është i verbër dhe është drejt shkurtër dhe ka harruar pastrimin nga mëkatet e tij. Në 19. Mund të jesh i lirë, skllav ndriçimi, mos shkojmë se s'kam qejf të ndalem shumë gjatë, por vini kur Perëndia na ndriçon, kur Perëndia e shkëlqen, kur jep rrezatim, ai shkëlqen si ylli i mëngjesit. 1:19, ne kemi edhe me të përforcuar fjalën profetike, të cilës bëni mirë t'i kushtoni kujdes, si një kandil, vini fjalës Perëndis t'i kushtoni kujdes, sepse ai ndriçon si një kandil që ndriçon në një vend errët. Vini derisa të zbardh drita dhe ylli i mëngjesit të lind zemrat tuaja. Zbardh drita, ylli i mëngjesit, shkëlqej ylli i mëngjesit zemrat tuaja. Aty është, po s'ka shkëlqyer mirë. Si një kandil që ndriçon në një vend errët, derisa të zbardh dita dhe ylli i mëngjesit lind zemrat tuaja. Arsi Sproul e mbyll kështu. Në komentarin e tij duhet citoj pak nga fjalët e tij tani. Për mbyllan goditjen e fundit nga ai. Ai thot, Jezusi po i akuzon pra po i drejtohet dhe po i paralajmëron këtë breztlik. Për verbërinë e tyre, dhe verbëria e tyre është përhapur në të gjithë jetën e tyre, pra janë tërë totalisht, edhe mendja, dhe zemra, dhe trupi, dhe ndërgjegjja e tyre. Dhe po i akuzon që janë në rësirë totale. Ai vazhdon të thotë, nëse ti nuk e ke dritën e Krishtit në zemrat tuaja dhe shpirtat tuaj, s'ka rëndësi sa mirë shohin sytë e tu fizik. Ti po jeton një rësirë thellë. Të lexoj edhe herë. Nëse ti nuk ke dritën e Krishtit në zemrat tuaja, në shpirtat tuaj, s'ka rëndësi sa mirë shohin sytë e tu fizik, ti po jeton në një rësirë thellë. Dhe destinacioni yt do të jetë në përjetësinë e rësirë. Kjo është do më keq. Në fakt, figura e rësirës, thot ai, është e përhapur kudo në Bibël biblikisht për të përshkruar gjendjen tonë të rëndë dhe mëkatare. Pra, natyrën tonë të errët, që i thash më shumë më përpara. Ne jemi bitë e rësirës dhe kemi dëshirë rësirën në vend dritës. Kena qef mu struk, mos më na dallu sepse drita i ndriçon skudat tona të errë. Kena qef mu fshe. Nëse ne qëndrojmë dritë, ne gjendemi apo zbulohemi lakurisht dhe kështu ajo dritë e zbulon gjithë mëkatin tonë. Drita unë gjithë dhe bën këtë. Kjo është arsye që ikim prej saj. Na zbulon ne derisa ne gjejmë gëzim. Pra, na zbulon kohë derisa e kuptojmë që është mirë me heq këtë mëkat, me besu Perëndis. Dhe derisa ne gjejmë gëzim në të dhe jemi kthyer prej drejtësisë të tij të hirshme të Jezu Krishtit, tani do fus në klapa mendimin tim, një fjali timen,
Pra se thot ai, derisa të jeni kthyer prej drejtësisë tij të hirshme të Jezu Krishtit që unë e përkthej, derisa ai na vesh, pra na ka zbuluar drita e tij, na zbulon, na çet lakuris për atij, në mëkatet tona, lakuris. Atëherë na bëhet dëshirueshme vetëm kur ndriçohemi prej tij dhe ai na vesh, Jezu Krishti, pra na zhvesh një herë për na zbuluar mëkatin, pastaj na vesh me rrobën e tij drejtësisë dhe na mbulon lakurisin e ton, trupit ton, me drejtësinë e tij përjetshme. Ungjilli është drita, vazhdon, ungjilli është drita e botës. Sepse Krishti është drita e botës. Po, të gjithë jeta jon është në errësirë. Dhe nëse s'kemi dritën e Krishtit, jemi totalisht në errësirë. Me të gjithë jeta jon, nga ana tjetër, mund gjendet veç në dritë, në ndriçimin e tij përjetshëm. Ndaj vëllezër e motra, për ta mbyllur është kjo pyetje që kam për ne. A e kemi parë Krishtin? E kemi lexuar këtë të libri, kur themi shikimi, ngrej syt dhe shiko Krishtin në kryq. Siç në dhjetën e vjetër Mojsiu tha zgjarpin, ngrej syt dhe shiko për shpëtuar. Shikimi te Krishti është metafora për besimin në Krishtin. Ngrej syt sot të shikoje Krishtin. Ngrej syt sot të shikoje Krishtin. Sepse ai është drita e botës. Ai ndriçon jetën tonë. Ai jep dritë, ai ndriçon keqen tonë dhe na bën të padashur. Nga ana tjetër na ndriçon Krishtin, na e bën shumë të dashur. Që të rendim tek ai me besim e me dëshirë, e ta rrokim atë më të dashurin tonë, që nuk na lë në errësirën e përjetshme, por na ftoi, na mori dhe e fitoi në fakt jetën tonë, që të jetojmë për ditë, për jetë me të, në dritën e ndriçimin e tij, për jetëshëm e të lavdishëm, dhe ati qoftë nderi dhe lavdia në jetëve. Amen. Le të lutemi bashkë. O atë falënderojmë për këtë pjesë, këto vargje të mrekullueshme, janë të mrekullueshme sepse janë fjala jote, e frymëzuar prej Shpirtit të Shenjtë, të dhëna prej urtësisë tane të përjetshme. Faleminderit o Krisht, që jeti fjala e gjallë e Perëndisë, që jeti drita e botës, që jeti drita e jetës tonë. Lutem o Zot, përmes Shpirtit tanë jetëdhanës, të njëjtit Shpirt që i dha jetë botës, jepi jetë zemrave tona, qose ato gjenden në vdekura. Sepse si shtamë më lartë, qose ne mund të mendojmë, ne mund ta gënjejmë veten që jemi në dritë, ndërsa jemi në errësirë, është një gënjeshtër e madhe, është fatale. Na ndriço sytë e zemrës tonë, o Perëndi, që të mund të shohim ty me të vërtetë. E vazhdimisht. Në emrin e Shmuar Krishtit ne lutemi. Amen.